Në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës u shfaq premiera e komedisë Kërkohet një tenor me regji të Armand Borës, një bashkëprodhim i teatrit kombëtar dhe atij Migjeni, që u mirëprit nga publiku i pranishëm në sallë. Po çfarë ndodhi? U mërzit shumë për të shoqe. Edhe tha piu këtë shishe dhe me barbitalit me fund. Unë mendova që do mërzitej, po jo kaq shumë. Pastaj mori një pirun edhe tha do të vras vetëm. Pastaj tha do të frikë gjumë, se po të kopë. Ngjarja zhvillon në vitet 30 dhe qendra e komedisë është një natë vetme fatale në një teatr opere, ku një tenor i famshëm zhduket pak përpara fillimit të një shfaqje madhështore. Nga aty nis një zinxhir ngatrimesh, identitetesh të dyfishta dhe vendimesh të pamenduara që sjellin një sër situatash absurde dhe komike. Një menaxher i dëshpëruar, një asistent i ndrojtur dhe një grup personazhesh me ego të mëdha përfshihen në një kaos që garanton të qeshura për publikun. Padyshim premierat janë gjithmonë të bukura, po kur vjen në një teatr të tillë siç është teatri i Shkodrës, teatri i Migjenit me një histori të madhe, emra të mëdhenj, duhet të ketë historike në këtë teatr, kushtohet edhe le të themi një atmosferë mrekullueshme që na ka rrethuar këto 4-5 ditë që kemi qenë këtu në teatrin Migjeni, atë bëhet shumë emocionuese. Sot shfaqja pati përballjen e parë me publikun, me një qytet që humorin e ka traditë dhe një farë mase edhe ne konsiderojmë si një test. Jam shumë i lumtur që ky bashkëpunim midis teatrit kombëtar dhe teatrit Migjenit rezulton me sukses dhe shpresoj që shumë shpejt të kemi edhe bashkëpunime të tjera. Mrekullueshme, kemi punuar me një ritëm shumë të shpejt, kemi pasur prova paradite pas dite, të lodhur shumë, por me përballje me publikun shkodran, çdo gjë shkoi vaj. E shijuan komedin, u knaqëm ne, besoj janë knaqur dhe publiku pafund, se u duk nga trokitjet në fund. Nostalgji komplekse për Shkodrën, për sa i përket, jo vetëm atë që unë kam kaluar, por edhe kulturës, sidomos në rrafshin artistik. Dhe unë personalisht të themi që kemi kaluar emocionet në këto vitet e fundit, por çdo premierë ka të vetën. Dhe kisha pak speciale. Urojmë që shfaqja të ketë patur impakt mirë tek publiku. Pa diskutim që premiera ka emocionet e veta, ka një lloj emocioni të shtuar më tej dhe më pas shijohet gjithmonë më tepër nga aktorët, kështu që ftojmë gjithë publikun të vi sërish në datat e afishuara në rrjetet sociale. E shkruar nga Ken Ludwig, kjo pjesë është përkthyer në 17 gjuhë dhe vën në skenë në 25 vende.